një birë i dërgon babit vetë, mbas 18 vjetësh që ai ishte konsumator. Ai sot është i lirë, familja e tij nuk është më e ndarë dhe ai ka shkruar dhe një letër birit të vogël, edhe duke i premtuar që ne do të jemi bashkë shumë shpejt. Babi im, nuk e di nëse ndonjëherë apo ndonjë moment do të kem mundësi që të shlyej të gjithë shqetësimin që të kam shkaktuar. Kam shumë ditë që dua të shkruaj para se sa të nis e ndërpres, sepse lotët nuk më lëjnë të shkruaj. Sa do të doja ta ktheja kohën mbrapa, por nuk mundem. Si nuk u lodhe kurrë me mua. Edhe pse të kam gënjur, të kam mashtruar, të kam futur në situata të tmerrshme, të kam shkaktuar stres të paimagjinueshëm, si nuk u lodhe me një djalë si unë. Një njeri që gëzon respekt e gjithë Tirana. Unë ta ula kokën sa i keq pas kam qenë. Shumë gjëra nuk arrit dot as vetë se ç'pas kam bërë kështu. Mua më pushtoi ajo gjë, më vuri përfund, deri ditën kur arrita të merrja dhe qindarkat e fundit të shtëpisë. Arrita të lija djalin tim pa bukë. Arrita të shisja gjithçka, duke prekur fundin. Të betohem që nuk jam unë, ose më saktë nuk isha unë, djali që ti rrite dhe edukove. Unë isha bërë i varur dhe nuk isha kuptuar. Dua vetëm të kuptosh se në zemrën time të pastër s'do e bëja kurrë ato gjëra që kam bërë. Dua ta mbyll këtë letër duke të kërkuar falje, këtë herë në praninë e Zotit dhe të sinqertë. Gjithashtu dua të të falenderoj për çdo sakrificë që ke bërë për mua, qofshin për maman apo për motrën. Në çdo lutje time më beso që ti je aty. Jam lutur për ty çdo ditë dhe çdo natë. Që Zoti të largoj nga shqetësimi, që Zoti të lehtësoj problemet e mia, që do të kam lënë aty jashtë, që Zoti të t'japi shëndet, të japi forcë, që Zoti të t'japi forcë të përballosh stuhit që vijnë nga problemet që të lashon. Të bekoftë Zoti ato duar punëtore që me ndihmën tënde këtë herë do të fitojmë edhe këtë betejën e fundit. Përballuam shumë beteja bab. Na kanë mbetur vetëm të fitojmë luftën. Kjo letër është e larë me lot nga fillimi në fund, por janë lot malli, lot pendese. Më fal bab dhe faleminderit bab, të dua shumë, biri yt. Dhe në fakt kjo letër nuk tregon vetëm luftën që ka fituar djali, por sakrificën e madhe të prindit i cili ka bërë prej 18 vjetësh për ta nxjerrë të birin nga kjo rrugë. E vlerësojmë shumë që solli për ne. Faleminderit që solli në vëmendje pavarësisht se ne